tregon që po gjuan diku tjetër ai. Po një punë sistematike. Ai po gjuan diku tjetër ai. Po pavarësisht ky po ngacmon ai. Po thuaja. Po kryetari Agim Ademi ju ka ofruar kushte edhe mundësi që ata lojtarë sot me qenë këtu. Po mbi të gjitha kryetari Agim Ademi, mos i Loriki po don kështu me sepse shikues besoj nuk janë tash me thonë kaç naiv sa Lorikis po thon, po e din ata. Kështu që jo, është me rëndësi me thonë atë çfarë mendon. Jo me lënë me nënkuptim. Jo, po mendova që kjo është shumë bazike edhe nuk ka nevojë për me thonë. Po megjithatë po e them. Okej, kjo është me rëndësi, çfarë po thotë ti është me rëndësi, me dëgju shikuesve. Edhe kryetari Ademi ja u ka ofruar mundësitë, edhe afrimi këtyre lojtarëve e ka bë shumë të mundur edhe e ka bë ëndrrën shumë realitet që na atë ëndrrë që kemi ndruar për me u ofru. Po mbi të gjitha unë mendoj që çelësi i suksesit që na jemi në këtë pikë sot, unë mendoj që është humbja me Zvitrën. Pse? Sepse kritikat e mëdha që i bën kombëtarës dhe presioni shumë i madh që i bëhet, domethënë pas ndeshjes me Zvitrën, domethënë kritikave që i bëjnë dëm Kosovës edhe që i bëjnë dëm ekipeve në përgjithësi, janë shumë. Edhe sikur e kanë lënë kombëtarën me punun heshtje. Edhe me kalimin e kohës duke punuar heshtje kemi arritur këto rezultate. Çka unë dëshiroj edhe uroj shumë që tash në fazën play-off, tu nis prej analistëve, prej njerëzve të futbollit, prej mediave, unë uroj që mos më bëj shumë presion te këto, a kena më kualifikuar, sa më sa kena më fitu. Sepse kjo është presion te grupi. Presion tek lojtarët, presion te shtabi teknik. Unë e di, do të më menaxhu presionin. Jo, unë e di që shtabi teknik pas. Nëse nuk e bojnë ana, e bojnë tjetër. Shiko, unë jam pjesën e ekipit që shumë vite edhe e di shumë mirë çfarë është me menaxhu presionin. Edhe unë e di që ka shumë profesionistë, edhe shumë më të mëdhaj, edhe resurse edhe më të mëdha kombëtarja për mi menaxhu. Media në Kosovë janë ndoshta më pak ku bojnë presion për një gjë të tillë. Për çka jetu Volorik? Për mediat për sporta? Po. Nashta gjithmonë në emisioni i edhe nuk e kupton. Me dalë cilësinë e shikuesit, edhe me pasë media, çfarë presioni ushtrojnë, është e jashtëzakonshme. Valoni e dha media. Po pret se nuk do të thotë që nëse ti momenti që ti e trajton një temë, është presion vetë për sportistët. Po na jena që mediat janë për çat punë. Me trajtu një tim, me bu një kritik. Momentin ti edhe na që thujna që Slovakia na ka robi, ta menojna kush për na bjen, kjo është gabim. Kjo është presion. Edhe Kosova, arritjen që e ka pas, për shkak kualitetit që e ka, edhe shpërfaqen e kualitetit e ka pas për shkak se ndoshta nuk ju ka ngarku shumë presioni. Që tash nëse na vazhdojnë mi ngarku shumë presion, ta dini që kena me pas. Edhe e pompojmë shikueshmërinë që nëse na, zot mos e bën, dështojna, ka më kon tragjike, gjë që nuk është. Kjo arritura është historike, është e jashtëzakonshme. Alo, pa i bo 10 vjet pranimit, kemri